Arkeologu, historiani dhe gjutari i njohur shqiptar Mojko Mzeqo thotë se në universitetet shqiptare pak ose as pak nuk bëhen studime shkencore. Ky fakt është për të ardhur keq, potencon ai. Institutet shkencore kene, edhe në Kosovë, nuk kanë fonde për ati që quhet kërkimi shkencor. Bëhet diçka, botim dokumentash ose në gjë, po jo në një gjë madhe. E kjo pikpamje, ende jam të njohur historianët e gjeneratës më të moshuar, të cilët kanë kontributet e duhet nderuar, por nuk përshojmë që të ketë një gjuhëtar të ri, për shumë. Dini ju në një nga studentet që ka marrur këto 20 vjet, që është me emër, që është me perspektivë që do bëhet një gjuhëtar i shquar, një historian i shquar, një arkeolog i shquar, kështu që ne jemi tepër të vënuar. Sa i përket kritikës letrare dhe artit në përgjithësi, Zeqo thotë se dekadat e fundit nuk po ka kritik të mirëfillt si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë. Kritika letrare dhe kritika e artit përgjithsisht, këtu futet dhe artit pamore dhe muzika dhe teatri, është inekzistente. Në Shqipëri njerë është fare inekzistente. Ne kemi të zhvilluar këto 20 e ca vjet, një lloj recence pozitiviste, gjithmonë e stimuluar, një lloj qokash që i bëjmë njëri tjetrit, sepse nuk ka asnjë kritikë serioze për të bërë një klasifikim të vlerave të vërteta. Ka një vërshim të madh të një banaliteti, të një kiç kulture, të një kiç letërsie, dhe nuk ka një kritikë që të merret dhe të ndikojë në opinionin publik. Për ndryshe, Mojko Mzeqo është doktor i shkencave dhe mban urdhrin e lartë mjeshtër i madh. Ai është sot një nga personalitetet më të mëdha dhe të njohura të kulturës sonë kombëtare. Veprat e tij dallohen për një stil lakonik të ngjeshur dhe erudit dhe mbahet si pionier i postmodernizimit në letrat shqipe. Është autor i 62 librave me poezi, prozë, studime arkeologjike për historinë e artit, si dhe të një numri skenarësh për filma kinematografik e televiziv me karakter arkeologjik dhe kulturor.